tani nuk është... Pra është ditur pozicionohet në rrafshin diplomatik Kosova. Ka qenë... Kur thotë mirë pres ndërhyrjen e amerikane. Po, kërkoj deeskalimin, mirë presim ndërhyrjen amerikane dhe kërkojmë, do thotë që gjithashtu Irani mos shkoj tutje me programin e tyre bërthamor. Problemet tjera janë, mendoj që ditura mirë kish me qenë, besoj që edhe publiko jonë është informuar e mjaft tani në këtë kohën informatave që problemet nuk janë bardhëzit, ashtë kur e shikojmë sot edhe këtë kontekstin e përzirjes, ta themi kështu ndërhyrjes për facilitim nga Tayyip Erdogan, Recep Tayyip Erdogan në relacion me krizën këtu, ka pas oferta të tilla për të tjera, por mendoj unë nuk do t'i shohim kështu si krejt gjeneroze, sepse kemi një situatë të re të krijuar mes një aleance mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, këtë rast Trumpit dhe Arabisë Saudite, si lojtar shumë i madh nga bota sunite, dhe një tendencë apo një breakthrough, një kapërcim tentativ negociata me Iranin me ndalë ato bërthamore. Këtë këto në relacion me jo vetëm shka po ndodh me Izraeli. Në Kosovë, edhe me përmendjen e Kosovës në statusin e zotit Trump, dilema jote në këtë rast kushtrim nuk është e vetme. Miro me të përmend Trump, së paku... Ose nuk jemi vetëmi që e kam dilemën. Si vetëmi, po, nuk jemi vetëmi që ke dilemën. Sepse në këtë moment është... Tash nuk do të parë me dyshim natyrisht a priori, po me të përmend mirë është me ditë na, së paku nështë kjo kretë në publik nuk del, po me ditë çka është punu, edhe sa është punu, brenda jo vetëm këtyne 4 viteve, sa s'ka qenë Trump president, po edhe gjatë mandatit kaluar e kem pas një përfasus që ashtu kështu ka pas pajtueshmëri për ndarje situatat të tilla të kaluara, është shumë e rëndësishme ta dim çysh qëndrojmë na me lobim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe cila është informata e duhur, edhe a ka informat në veshin e duhur, personin e duhur, personat e duhur, të afërt të ky kryetario konvencional lidhur me Kosovën, çfarë po ndodh. Herën e fundit kem pas deklarat lindje mesme është Kosova, nga po ky president. Tash a është naiv, i mëshëm, a gjeni, a është më i miri në dynjë, ajo është temë e tij personale dhe qytetar amerikan. Po me bë më të përmend për lindjet mesme, nuk i ki punë të mirë. Tash Tani je trishtuar, kam përshtypje. Po jo, nuk jam trishtuar, sepse shpresoj, kjo është tash mbet në të panjohurën abstrakte se mendoj, ose shpresoj se paku në analizë, që kam ri informacioni me marrë vesh presidenti Trump që Kosova nuk është se pikë spari linjet mesme, po është në Evropë. Cila është droja? Cila është droja? Droja ime themelore është ndikimi politik i forcave, ta çuj kështu, kushtimisht malinje, ta shakqia, të cilat për inote politike që kanë me zotin, me Kurtin, ka dalë qemri. Pa thuja, po më vinë aty, qemri aty. Në fund, ajo për qëshi, për veshin, që mos e vetë se kam thëmë. Po e dita që po menon. Bravo me që pëtë Kristian. Sinqerisht, po ta kum lexu tu unë ditën e parë që ke nis me furt. Alel, mbaje se do ta thuash fjalën tënde. Urdhra, blerim. A ke drojën për Grenellin diçka apo jo? Jo, s'kam drojë për Grenellin se po mendoj që po kryjm punë të mrekullueshme si drejtori i qendrës kulturore atje në Kennedy. Nuk kam drojë. Da drojë kam hek nëse më pyet. Po cila është droja atëre? Droja është sa ka pas ndikim elementet e ndryshme që ja kanë inati s'dojnë syt mi apo Kurtit edhe me pasojen që informata të presidenti Trump edhe njerëz të afërt të presidenti Trump shkon negative për Kosovën, për shtetin, por këtu e kanë frikën, që kjo informatë e gabuar të presidenti Trump në relacion me Kosovën nuk ka shkuar edhe rrugës lobi jo në Shtetet Bashkuara të Amerikës. S'ka punuar mjaftueshëm, qoftë për fajin e kësaj qeverie, që s'ka ditë me angazhu, apo ka ditë me angazhu. Nuk e kontestoj që s'ka pas një ngecje në qasje kështu të upgrade të punës në lobim,
por edhe të zonit të inaqorve provincial këtu që i kem, që s'dojnë sytmi apo Kurtit, e harrojnë që Kurti është me gjithat kryeministri i Republikës, apo edhe ka qenë për 4 vitet kaluara, e që kjo i bën dam venit edhe informatët që mund me shkuat. Ja, vlerim me gjithë konsideratën, unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në planin e politikës jashtme nuk operojnë kaq në gojë. O si vetë heq me Trumpi, nuk i vetë heq politikën jashtme.